Barcelona e gjen veten e eliminuar nga kompeticioni UEFA Champions League. Pasi humbi ndeshjen e parë 0-2 në Camp Nou përballë Atletikos, Barcelona në takimin e dytë arrin dhe gjen 2 gola shumë shpejt, ku goli i parë u gjet në minutën e 4 dhe goli i dytë në minutën e 24. Por kur të gjithë menduam se Barcelona do të bëjë përmbysjen e madhe, vjen goli i Atletikos me Lokman. Kur Atletico Madrid kishte qëndruar për rreth 30 minuta e mbyllur, në aksionin e parë që del përpara në kundërsulmin e parë arrin dhe shënon gol. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-2 dhe shkuan drejt dhomat të zhveshjes. Në pjesën e dytë Barcelona arriti të marrë kontrollin e topit përballë një Atleticoje që po u mbronte me 11 në tyre. Barcelona arriti të gjejë rrugën e rrjetës, por për fat të keq, goli ishte në pozicion të parrregullt. Por në këtë ndeshje diçka ke Barcelona nuk funksionoi. Ne kemi parë një klub si Barcelona ose trajneri i tyre që kanë qenë 4 gola, disa avantazh në takimin e parë dhe në takimin e dytë kanë treguar grind, duke shënuar 3 gola dhe përpaksa nuk shënuan të 4-rin për të bërë përmbysjen e madhe. Dhe jo më të jesh në avantazhin e 2 golave, ku ndeshja është në baraspezh dhe të eliminohesh. Shumë gabime kishte nga ana e trajnerit të Barcelonës, por shumë gabime të mëdha kishte edhe nga gjyqtari. Unë për gjyqtarët nuk kam folë shpesher, nuk më pëlqej kjo pjesa, por që i dha një dorë të mirë Atletikos, ja dha. Të thënë drejtën, ky eliminim dhe më shumë ke tifozët e Barcelonës, sepse ishte viti 2015 herë e fundit ku Barcelona ishte kampiona e Europës. Dhe çdo vit shkojmë me atë shpresën që mund të fitojmë UEFA Champions League. Por Barcelona, të thënë drejtën, në mbrojtje ka shumë probleme. I duhet me se zbën një mbrojtësjendre i nivelit të lartë dhe një sulmues qendre. Sado që mundohet ai Ferran Torres, normal e shikoj më mirë se Lewandowski, Ferran Torres, por nuk është ai lojtar që mund ta marrë Barcelona mbi supë sa i përket pjesën e qendrës të sulmit. Prandaj duhet një përforcim dhe atëherë Barcelona mund të jetë në gjendje për të fituar UEFA Champions League dhe shumë më e frikshme se tani.